janë shumë larg Ballkanit. Mos janë sërbët me aman. Jo. Emi në rregull. Janë pak esmer, janë kështu brun, esmer, arkadash. Arkadash. Ja dhe Aman. sa të mira, ai shqiptar vëlla. Jo, mos është shqiptar, është ai aktori. Po shqiptar më? Me origjinë jo, ka të drejtë me origjinë të lashtë shqiptare. Po është ai aktori tyre telenovela. Po. Dhe meshkujt turq zën vendin e parë kur vjen puna tek pagesat. Pra, nëse ka një vend që nuk i lë gratë asnjëherë që të bëjnë pagesa, qoftë të ushqimit, qoftë në restorante, qoftë pagesa të tjera. Dhe pas këtyre vinin arabët, se vazhdon të renditja, pas arabëve vinte Ballkani, aty futemi ne, pra të tretët i bie. Pas Ballkanit vinte Evropa Veriore, këta skandinavët që ndajnë gjys për gjys, dhe në fund vinin Amerikanët. Sa dobët Amerika. Jazëk. Sa dobë, jeni mësuar ju të merrin lekët të tjerëve. Jepuni. Moj, po këta turqit gjotë cimbithin edhe femrat nga bythët, janë dhe sheflin të mdhej. Turqit? Mua më duke vajtë në Istanbul të bëjo? Kam qënë dhe këtë do thoja mua më duke si kur janë qeflin të rekut, sa ata bëjnë vetëm pazardet të pazarit. Do mos për bjondet ato. Bjondet? Po ja, unë do i shtoj fijet. Mua një gjë më ka bërë përshtypje nga turqit, jo e kam sinqerisht, që në çdo vend ku unë kam shkuar në Stamboll, nuk kam parë një punonjëse femër. Pra, ti ke shoferin e taksis, ke kamarierin, pra vetëm meshkujt në punë, nuk e di ku janë. Janë gentlemana pra, nuk i lodhin gratë. Ndoshta nuk është të shkuam në korporata, se unë turiste ishta, por që në ky është korporata lajmi i ka se parë. keni parë në film. Nga sa gra bajnë edhe këta? Po këta... Sa të munden, po. Jo më jo një... Si ne janë dhe ata, po. Si ne, larg shoft. Lejon njëri më shumë se një grua këtu, se su hap. Ashtu thua ti, po. Vazhdoj me lajmin e dytë. Lajmi i dytë do të na çojë në Berlin, në Gjermani. Këta kanë marrë një mas që të vendosin barazi gjinore dhe e kanë nisë nga pishinat. Nga sot e tutje, në pishina edhe gratë, njësoj si burrat mund të rrinë nga mesje lartë të zhveshura, pra top. Jo, njësoj si burrat? Po, njësoj si burrat. Po me të dhënë edhe meshkujt sytjena. Ky lajm është në kuadër të barazisë gjinore. Meqense ne kërkojmë barazi gjinore? E kanë kërkuar gratë këtë gjë tani, se s'po e kuptojmë. Pra lëvizjet feministe, në kuadër të barazisë gjinore, meqense thonë përse burri dhe ai ka asete, përse burri duhet të rri zhveshur nga mesje lartë dhe femrat mos të rrinë. Po pse se bërë nga mesje poshto? Të kënaqeshin gjithë. Nga mesje lartë. Ajo do ishte rrezikshme. Po mirë, edhe burrat nga mesje poshtë nuk zhvishen në pishina publike. Jo. Nga mesje lartë zhvishen, kështu që barazia aty qëndron. Dhe gratë do të kenë mundësi, sipas tyre po. Pra, terrorizuam. Imagjinoni çfarë do ndodhi me numrin e të regjistruarve në kurset e notit. Artistat interesuar do ketë që të shkojnë vetëm në pishina. Punarës do bëjnë dot not, moj. Do mbyten, kërkon ndim, duar do jetë përpjet gjithë kohës. Unë se besoj. Se beson ti këtë? Nuk e besoj të ketë rënë Berlini kaq poshtë. Jo, me këtë është ngrit. Është ngrit lartë. Do ngritet pjaca, pastaj ti e di në Berlin peshqirë të famshëm. Po, ke drejt. Po, edhe mund t'jetë e vërtet kjo. Kam një dyshim që mund t'jetë e vërtet.